Të nderuar vllazën, kushti më i rëndësi i fesë islame është falja e namazit. Ka fol pejgamberi alayhi salatu wassalam për namazin duke thënë: "As-salatu imadu'd-din, faman aqamahu aqama ad-din, wa man tarakahu taraka ad-din." Namazi është shtylla e fesë islame. Kush e kryen këtë obligim e man fen, pra kush e man këtë shtyllë e man fen. Wallahi o pleq e tri. Kush e lë namazin e kalon fen. Prandaj po ju tham të gjithëve që jeni prezent këtu. Edhe kamera televizive po na përcjell. Të gjithë kush po na ndëgjoni, ktheni xhamiave, ktheni namazit. Largoni haramit, largoni alkoholit. Rini e dashur, keni kujdes prej drogave të ndryshme. Keni kujdes prej mashtrimeve. Na jemi muslimant një popull jo si të tjerët. Na kemi halale dhe harame. Na kemi gjëra të lejume dhe të ndalume. Prandaj keni kujdes, shumë të keni kujdes, e në veçanti me çka në Kosovë dhe në Shqipëri është përhapur me të madhe pija alkoholike dhe pija e drogës dhe pirja e duhanit. Keni kujdes, e damtoni shëndetin edhe e damtoni fenë e juaj. Feja islame është ndihshme dhe alergjike, nuk e duron fare të padrejtën dhe haramin. Wallahi popullin shqiptar, musliman, po dhe jo musliman, nuk e ka prunë në drejgje të kësaj çfarë jemi sot, përveç se haramit. E sot në trojet tona, e që unë po ju thamë në Kosovë, po dhe në Shqipëri, na në Kosovë jemi 98% musliman, i përkasin fesë islame, me të madhe po përdorët alkoholi. E në alkoholin, kur ishim në, si fosh një fmi, në abetaren që kishim atëherë, po ju flasë, në 65-ën, 66-ën, abetarja e kohësime, se tash abetaren e kemi i gjithë kombin një, Shqipëria dhe Kosova. E atëherë që kishim në abetare, e kishim një vjersh kushtuar alkoholit, e cila ma vonë, kur komunizmi u forcu, e larguan atë vjersh, që t'ja lejojnë popullit alkoholin, e larguan vjershën prej abetares. Ajo vjersh me kujtohet si kur të jam sot në klasë të parë fillore, e ka pas titullin pianeci, afër bregut të një lumi, ku kalon të ujë shumë, pin të këndon të një njeri, pianeci në gosti, raki, 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 hapi krah dhe ra për mbi, ra në lumë deri në fyt, dhe në qeft rakis dreqi u mbyt. Kjo ishte në betaren e 66-ës, sot nuk e kem këtë vjersh. Pse? Sot mundohon edhe fëmijëve me ju dhonë ven dhe alkohol, se na i thojmë atje dhe raki. Prandej, keni kujdes, prandej ju thamë të gjithve që jeni prezent këtu, ktheni ju fesë islame, ktheni ju fjales la ilaha illallah, ktheni ju këty në xhamiave që para 100 viteve e kem pranua këtë din me dëshirë. As kush nuk na ka imponu, se bindjen as kush në zemër nuk mund me ta mbjell, sa jo mbolli juve komunizmi, dashurin e marksizmit. Ja u imponuën 50 vite, por u shkatrua për 5 orë. Bindja nuk vjen kështu. Na kem bindje se jem krijesa e Allahut. Allahu na ka kriju, jo si kur që mësonim në shkollat fillore, natyra na ka kriju. Çfarë krijon natyra? Allahu i plot fuqishëm, që është një la ilaha illallah,
ai na ka krijuar nga dheu pa qenë fare, na dha të mirat e kësaj bote, na i dhash edhe të mirat e botës së ardhshme, ahiretit, edhe na baft për xhennet inshallah taala. Prandaj po ju tham, ktheni ju islamit, ktheni ju xhamiave, falni 5 kohët e namazit, respektoni babën on, nderoni gratë e juaja, edukoni evlat e juaj, respektoni fqinjet, këjshit, komshit e juaj, ju si ju thoni komshit, respektoni komshit e juaj, preni kurban për kurban bajramin, mos e pini alkoholin, e as duhanin, e runi fëmijët e juaj prej mashtrimeve, prej drogës, largoni u prostitucionit apo kurvnis, keni të jeni të turpshëm dhe të sjellshëm ndaj të gjithëve, nga se feja islame e pastër, si loti, e shpallur përmes Kur'anit, na mëson neve këtë rrugë që ta fitojmë parajsën apo xhenetin inshallah taala. Andaj si shtyll kryesore ta keni faljen e 5 kohëve të namazit, burrë e grua. Atë çka përmenda që ju përket grave përmenda hadithin për femnat. Ajo femën që e fal 5 kohë të namazit, e agjeron Ramazanin, e ruan nderin moralin, vetëm për burrin e vet, dhe respekton burrin, i thohet hyn në xhenet nga 8 dyrë cilat e duash. Por për mashkullin çfarë ka? Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, një ditë në prezencën e shokëve të vet, tha sot kush e ka fal namazin e sabahut me kohë, Ebu Bekri radiallahu anhu, shoku më i ngushtë Ebu Bekri është. I dyti është Imeri, i treti Othmani, i katërti Aliu. Ebu Bekri tha unë ja Resulullah kam fal namazin me kohë sabahut. Tha një. E dyta, kush është thot agjerushëm? Tha une. Kush ka dhënë sot lëmosh sadak? Tha une. Kush ka vizituar një të sëmur sot? Tha une. Kush e ka përcjell një kufom, një gjenaze deri në Vorreza? Tha une. 5 gjëra. Tha kush i ban brenda ditës këto 5 gjëra? Në emën të Allahut subhanahu wa taala i thuhet edhe ati muslimani hyn në xhenet ditën e gjykimit nga 8 dyrë të xhenetit nga cila derë të duash. Allah i na bën mashkuj dhe femra të këtij lloji inshallah taala. Prandaj po ju them vllazërit e mi, mos e harroni, mos e lini 5 kohë të namazit, kudo që t'jeni. Jo vetëm të shtëpia, jo vetëm në xhami, në vendin e punës, në zyrën e punës, në detyrën ku je, në kazermën ushtarake, ti je musliman, nuk guxojsh me qenë i shtrembë dhe tradhtar dhe lajthitës askund. Ti duhet me kon pa dyftyrsi, jo me hipokrizi, jo me munafiklëk. Ti je që ky që je që tu në namaz, vallahi duhesh me qenë edhe jashtë këtij vendit i tillë, nuk ban të ndryshojsh. Muslimani s'ban të ndryshon. Inshallah do të bëhemi prej popullit të namazit. Për ndryshe nëse nuk e falim, atëherë do të marrim gjuna të madh, se namazi është shkaku kryesor me u futi në zjarrin e xhehenamit apo në ferr. Namazi